Paralajmërimi që Edi Rama i bëri Elisa Spiropalit në mbledhjen e grupit tek Pallati i Brigadave ishte një mesazh për të gjithë, kushdo që në PS ngre zërin, përjashtohet. Prej disa kohësh ka pasur divergjenca dhe pakënaqësi brenda socialistëve, mirëpo askush nuk ka guxuar të ngrejë zërin për shkak të frikës së rebelimit. Rama disa i joshi e disa i dërgoi në burg. Spiropali ishte ndër të vetmet që doli i hapur kundër, edhe pse vetëm pasi u largua nga posti i ministres. Po ashtu edhe Erion Braçe duket jo fort i kënaqur, teksa ka shfaqur interes për Bashkinë e Tiranës. Mirëpo Rama ja ka bërë të qartë Spiropalit dhe përmes saj të gjithë të tjerëve që të mos guxojnë të ngrenë zërin, pasi kush flet kundër partisë apo kundër tij e gjen veten jashtë grupit. Tek puna e partisë nuk mund të bëni drama dhe për këtë po drejtohem ty Elisa. Nuk dua të krijoni situata në parti. Partia ka dy ngjyra, bardhë zi, ose bardhë me ne, ose zi dhe përballë nesh, ka thënë Rama. Pra duket qartë se mesazhi nuk ishte vetëm për Elisën, por për këta që kanë filluar të ngrenë krye, të paktën brenda grupit, pasi në bazë pakënaqësitë nuk ndalen. Dhe ky kërcënim i Ramës duket se i vuri të gjithë në lëvizje. Thuaj se të gjithë ministrat dhe deputetët kanë bërë statuse në rrjetet sociale, duke folur me superlativa për mbledhjen e djeshme. Ishte vetë Rama që dha disa detaje i pari dhe më pas nuk u ndalën statuset. Në mbledhjen e zgjeruar të fundmuajit me grupin parlamentar dhe qeverinë, diskutuan për ecurinë e procesit të komunikimit me organizatat socialiste për punët e Shqipërisë, për ecurinë e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për kalendarin e nismave ligjore të lidhura me antarësimin, si dhe për majin e Europës dhe ritakimet e brezave në vigjilje të 35 vjetorit të Partisë Socialiste, shpreh kryeministri. Zhvillimet tregojnë se dy partitë kryesore në vend, PS dhe PD, po ecin në të njëjtën linjë. Sali Berisha dhe Edi Rama nuk pranojnë asnjë zë kundër dhe kush guxon dhe kritikon, largohet. Berisha përjashtoi Salianin, ndërsa Rama ka gati përjashtimin e Spiropalit. Pra njëri është i kënaqur në opozitë, tjetri në qeveri. Të dy janë dy diktatorë të vegjël që shtypin çdo që do t'i largojë.